A keni ndëgju për një ndeshje të futbollit në cilën janë shënu 149 gola? Po, kjo është e vërtet. Kjo ndodhi në vitin 2002 në Madagaskar. Skuadra Soje Myrne shënoi 149 autogola për të protestuar ndaj gjyqtarëve. Ndeshja ishte kundër AS Adema, por kundërshtarët nuk e prekën fare topin për ta respektuar vendimin e tyre. Çdo 30 sekonda shënohej një autogol. Ky mbetet rekordi më absurd në botën e futbollit dhe zor që do të thyet ndonjëherë. Në fakt kjo është shënuar në librat Guinness dhe do të qëndroj gjatë aty. Kjo nuk ishte thjesht lojë, ishte një revolt, një ditë që do të mbahet mend gjithmonë në historinë e klubit.